Pas paralajmërimeve për protesta dhe blokad të pikave kufitare mes Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut për shkak të djegjes së veturave diplomatike, ka reaguar ambasadori bullgar në Shkup Zheljasko Rudakov përmes një reagimi në faqen zyrtare të ambasadës. Rudakov shprehi mirënjohje për të gjithë qytetarët dhe organizatat që mbështesin në rrethana të vështira dhe e konfirmoi të drejtën për protestë paqësore, por kërkoi që të mos bllokohen pikat kufitare. U bëm thirrje me ngulm që të mos shkaktohet bllokimi i pikave kufitare apo i rrugëve ndërmjet Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut. Interesi i shtetit ton kërkon që të mbetemi të hapur ndaj fqinjeve tanë jugperëndimor, të nxisim njohjen e tyre me kulturën bashkëkohore bullgare, të inkurajojmë kontaktet mes familjeve të ndara prej kohësh, si dhe të thellojmë bashkëpunimin ekonomik dhe tregtinë. Në reagimin e tij, ambasadori ju referua edhe diskutimeve publike në vend, duke vlerësuar se etiketimi i organizatave bullgare si anti-maqedonase nuk kontribuon në përmirësimin e marrëdhënieve mes dy shoqërive. Shprehja pakënaqësisë dhe shqetësimit të shoqërisë bullgare për ngjarjet që po ndodhin në Shkup duhet të ketë karakter konstruktiv dhe europian. Gjithashtu, u tërheqën vëmendjen disa mediave dhe figurave publike në Maqedoninë e Veriut se është e pabazë dhe jo produktive që organizata bullgare të cilësohen si anti-maqedonase për shkak të vlerësimeve dhe pikpamjeve të ndryshme lidhur me gjendjen e marrëdhënieve dypalëshe dhe politikën e autoriteteve në Shkup. Ndërkohë, anulimin e protestës e ka konfirmuar edhe Viktor Stojanov, kryetari i Fondacionit Maqedonia. Ai njoftoi se vendimi është marrë pas konsultimeve me përfaqësues të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe me ambasadorin bullgar në Shkup. Protesta parashihte bllokimin e 3 pikave kufitare mes dy vendeve, sa i përket rastit të djegjes së automjetit diplomatik. Autoritetet kompetente kanë ndërmarrë veprime ligjore ndaj të dyshuarit. Gjykata ka caktuar masën e paraburgimit për 7 ditë për personin që dyshohet se fillimisht spërkati automjetin me benzinë e më pas i vuri flakën.